Vetëm pasi u bë disa herë problem mediatik, autoritetet shqiptare kanë ndërhyrë në rehabilitimin e rrugës që lidh doganën e Blatës me atë të Dibrës së Madhe në Maqedoninë e Veriut. Ditët e fundit ky segment rrugor është riveshur me asfalt, duke ndryshuar totalisht gjendjen e tij dhe imazhin e vendit ton për të gjithë ata që zgjedhin këtë pikë doganore për të hyrë në Shqipëri. Drejtuesit e mjeteve thonë se reagimi erdhi pasi problemi u bë mediatik, pasi gjendja e rrugës vjonte të ishte e tillë për shumë vitesh. Ata kërkojnë që pas asfaltimit të rritet siguria në këtë segment rrugor me sinjalistik vertikale e horizontale, si edhe t'i vendosë ndryshim. U lumë t'ju si media se që këtë rrugë mos kishin dalë mediat, nuk ishte shtruk jo. Skandaloze ka qenë. Na morën në qafë. Se që ishë bëhët nuk e marim vesh këtë punë. Kretë të vjedhë, po media e bën punën se kush na pyet popullin. Më herët ka qenë me gropa tash është shumë mirë. Mirë edhe ju reagut mediat edhe besoj që ja vleti edhe tash është duket rrugë e mirë. Po shumë mirë, ka qenë mizeri, të një janë shumë e mirë. Kur bëhet punë e mirë, në gjithmonë lavdërove të punës, s'ka nevojë për komente. Pa u bën problem për medias, nuk ka gjë që rregullohet. Ka lezet shifët, duhet punohet më shumë, ka përdatë që tjera, jo vetëm kjo. Mirë do ishte që të bo më ko, po edhe prapë që u bo shumë mirë, ju falenderoj për sa keni bo. Boni dhe sa më shumë. Që u bo problem mediatik, jo një herë, po u bo disa herë problem, sepse me të vërtet i prishën makinat për 500 metrë rrugë, po tani shifti që u bo, ju falenderoj, shifti dhe një aks tjetër. Projekti për riveshjen me asfalt të kësaj rruge ka nisur 3 muaj më parë dhe përfshin edhe zgjerimin e një korsie pranë doganës së Blatës.